Nëse do të mvarrej për juve ekskluzivisht, edhe nëse kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, në qeverin Kurti 3, ju thotë se gjendja duhet me ndryshu radikalisht në Universitetin e Prishtinës, edhe Universiteti i Prishtinës nuk duhet me qenë kështu siç ka qenë deri tash. Shkolle mesme, institucion që lëshon kryesisht diploma, po ku nuk ka studime kështu. Cilat kishin me qenë kushtet e juja që kishit me i kërku për kryeministrit për me transformu radikalisht gjendje në universitet? Disa. Të paktën nuk po them se janë shterruese vetëm këtu, mirë po me fillu një lloj procesi i licencimit personelit akademik, duke fillu nga unë. Kjo është e rëndësishme. Kjo është për mendimin tim thelbi i problemit. Po mirë, ngadal vim edhe të thelbi. Unë kam kërku, po kërkoj edhe do të kërkoj që kur them për këtë paktin shoqëror, që të ketë, mund ta quajmë si doni, shoshitje, unë do të quaja ndoshta termi më adekuat është licencim i personelit akademik. Se thelbi, zemra e universitetit janë personeli akademik edhe student. Ne duhet të jemi të sigurt që njerëz që kanë tituj edhe ushtrojnë funksione akademike në Universitetin e Prishtinës kanë integritet edhe legitimitet akademik. E kjo nuk është secilën herë e garantuar në këtë situatë. Po ky proces i licencimit duhet përcilles me një paketë sociale që në kupton që përmes fundeve të veçanta, paketave sociale, një numër të stafit aktual që të quhen pension parakoshëm. Që thuhet, shikoni, ka ndodhur çka ka ndodhur, ju themi edhe 10 vite nuk e arrini moshën e pensionimit, i keni dy opsione. Juve do t'ju ndërprehet kontrata, duke fillu nga rektori e deri te i fundit. Do t'ju ndërprehet kontrata pas një viti. Ju do të riaplikoni, apo rilicencoheni ato, edhe ju e keni opsionin me shku në pension parakoshëm, ju përshëndesim, edhe do të merrni ku të dijone 75% pagës për 10 vite të ardhshme. Kush do të më vendosë se kush licencohet e kush nuk licencohet? Këtu ka mekanizma, nuk ka nevojë me zbulu rrotën. Ka mekanizma të shqyrtimit. Për shembull, do të mund ta bënte, ka modele ndryshme, agjencioni i akreditimit, fusha ndryshme, i krijon ato grupe të punuese, në fushat e shkencave shoqërore, shkencave natyrës e tjera e tjera. Agjencioni i akreditimit që përbohet prej prej akademikëve, profesorëve vendore ndërkombëtar. Vendore ndërkombëtar. Edhe të shohim tash për shembull, të shikojmë çfarë përvoje, çfarë përgatitje ka Arben Hayrullahu, cilat janë të arritura shkencore të Arben Hayrullahu.